Thënien nga Epikuri, filozof antik me famë botërore. Citojmë: është diçka fisnike pranimi i varfërisë me gëzim. Dhimbjet e mëdha vrasin shpejt, e nëse zgjasin, nuk janë të mëdha. Pakënaqësia e shpirtit e çon njeriu në dëshira të tepruara. Asgjë nuk i mjafton njeriut që e mjaftueshmja i duket pak. Nuk duhet shkatruar e mira e sotme përmes dëshirimit të gjërave që nuk kemi, por duhet menduar se edhe gjërat që kemi sot i kemi dëshiruar dikur. Kush se mban mend të mirën e kaluar, është i vjetër që sot. Ai që thot se mosha e filozofimit nuk ka ardhur ende, ose që ka kaluar tashme, është si të thoshte se nuk ka ardhur ende ose që tashme ka kaluar koha për të qenë i lumtur. Para secilës dëshirë duhet të ngrejmë këtë pyetje: çfarë do të ndodhë nëse dëshira plotësohet dhe çfarë do të ndodhë nëse nuk plotësohet?